Mirëmëngjesit të nderuar shok miq dashamirë, familjar, mirëmëngjesi përfaqësues e shoqatës Roja e Kohës. Uroj ta keni një ditë mirë, uroj që fati shëndeti dhe gjithçka mirë, forca e energjisë pozitive e mirësisë të përcjellni çdo hap të jetës ju, familjen tuaj, shoqërinë e miqësinë. Po ju bëj lutje thirrje që të mobilizohemi me 21 qershor, ditë e shtune, në Besjan të organizojmë marsh pasor me sloganin dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, që t'i motivojmë bashkëdhetarët tanë ta gjejnë forcën e pajtimit dhe bashkëpunimit, faljes dhe mirëkuptimit për të mirën e popullit, natyrës dhe gjithë njerëzimit. Unë për veti, edhe këtë slogan do ta përcjell këtë lutje, i lutem çdo qytetarit që pa vetdijen tem e kum bo mu një keq, e kum keq trajtu, apo e kum ofendu, të mi fal gabimet. Dhe i lutem çdo deputeti, çdo qytetari, të njëjtën ta bën, t'ja marrim hallalin njëri tjetrin, dhe ta gjejmë forcën e pajtimit dhe bashkëpunimit, faljes dhe mirëkuptimit, që gjithmonë për çdo muaj me 21, çdo muaj, çdo vend të botës në artën e mendimit pozitiv të manifestojmë me sloganin e njëjtë dashuri, paqe dhe mirësi, me betimin për energjinë pozitive, me logon e energjisë pozitive, dhe në mbrëmje me sistemin e energjisë pozitive kudo në botë të organizohen festa paqësore, vallëzim, këndim, dialog bashkëkohor, bashkëbisedim, takime edhe shoqërore dhe familjare në çdo vend të botës, dhe 7% qatë fitojnë për fondin global të energjisë pozitive të dedikojmë, që fondin global të energjisë pozitive në vendin tonë të organizojmë. Po dhe bankën botërore me energji pozitive, që t'i motivojmë bashkëdhetarët tanë me 21 shtator ditën botërore të paqes, gjithë përfaqësues të politikës shqiptare, bizneseve, predikues fetare, të bëhemi beslidhjen e shekullit 21 për të mirën e njerëzimit të organizojmë. Po edhe me 21 dhjetor, po të këtij vitit, kalamrame për bamesin çdo vend botës të organizojmë për këtë kauzë, dhe në vendin tonë forumin për klimën dhe paqen në botë. Ai që mahet në Davos me shtetet përfaqësuese shtete më të zhvilluara, G20, ta organizojmë provall. Në çdo komunë të iniciojmë Roja e Kohës, të organizojmë shoqatën qendra kulturore turistike rehabilituese në koncept me energji dhe sistem me energji pozitive, që të bashkohen bizneset, bujqit, punëtorët, artistë, sportistë, gjithë bëhen aksionar, pra shoqatën aksionare humanitare, zhvillimore, energjia pozitive, me konceptet të mbledhura më të mirat nga shoqata si USAID, SIDA suedeze, apo Deutsche Entwicklungsgesellschaft gjermane, GIZ e tjera, po edhe nga shoqatat humanitare si Caritasi, Kryqi Kuq, Hana e Kuqe e tjera, janë ide të mbledhura në një koncept pune, që me këtë koncept synojmë të konkurrojmë çdo vend të botës, që ta organizojmë një infrastrukturë që do mundemi jetën dhe vdekjen çdo qytetari me ja lehtësu. Dhe për këtë ju ftojmë, pra të organizoni që ta bëjmë një takim edhe me kryetarin aktual të komunës Besjani, zotin Shpejtin Bulliqi, që t'i motivojmë që ky marsh
tjetë sa më madhor, po edhe me përfaqësues e asamblesë të partive tjera, sepse ky është në interes gjithë kombit, ne nuk bëjmë tallime partijake të religionit apo të nacionit apo gjinore. Ne kemi një qëllim, që gjuha i lire të bëhet gjuhë internacionale kudo në botë, me gjuhën i lire njerëzit ta gjejnë forcën, ta lirojnë veten nga energjia negative, ta gjejnë forcën e pajtimit dhe bashkëpunimit, dhe Besianën ta bëjmë vendin e beslidhës shekullit 21, për të mirën e popullit tonë, natyres dhe gjithë njerëzimit. Të bëjmë edhe thirrje edhe kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, që mos organizon kampingje të azilianëve, të refugjatëve, po të organizojmë kudo kampingje zhvillimore, turistike, rehabilituese, për zhvillim ekonomik, për zhvillimin emocional, personal të qytetarëve, po edhe të bashkëpunojmë me përfaqësues e inteligjencës emocionale, si zotin Elon Musk, Mira Markun, të organizojmë që në Prishtinë të bëhet qendra zhvillimore e energjisë pozitive, do të thotë sheshi i energjisë pozitive, fondi global i energjisë pozitive, banka botërore e energjisë pozitive, që Kosova të bëhet qendër, normal që t'i kthehet emni që e ka pas Dardani, dhe Dardania të bëhet qendra e energjisë pozitive për të mirën e gjithë njerëzimit. Vend turistik, ku miliona turista për çdo ditë do ta vizitojnë, dhe do të organizojmë infrastrukturë si Provall, Vajgor, Rugov, Pollat, Morgull, kudo që kemi resurse, të organizojmë kampingje që njerëzit i punësojmë që mos metet njeri pa tarnat garantume, mos metet kafsh mu keq trajtu, as tokë pa punu. Ky është vullneti im pozitiv, është një vizion që më ka përcjell që nga fëmijëria, unë bind shumë besoj që në ka rasti, sepse ne kemi yjet tona si Dua Lipa, Rita Ora, Beveregje, që munën mesazhin ton dashuri, paqe dhe mirësi ta performojnë para çdo aktiviteti kudo në botë që e kryjnë, dhe ky mesazh njerëzit mësuan që për çdo ditë ta praktikojnë 3 ditët, ka 7 minuta me vetveten të punojnë, e rregulla tjera që i ka besimi në energjinë pozitive, që njerëz mendjen, zemrën, shpirtin me pastru edhe me gjetë forcën njëri tjetrin me ndihmu jetën dhe vdekjen me lehtësu. Mos hezitoni, ju lutem që të na kontaktoni, që të mobilizohemi, që shtunja me 21 qershor, ku edhe klima në univers ndryshon, tjetë një ditë thirrje për ndryshime pozitive pasore, për reforma globale, që zëri energjisë pozitive, zëri bizneseve, zëri punëtorit, zëri bujkut, zëri nxënësit, ai që ka me mendim dhe qëllim pozitiv, kudo në botë të dëgjohet, që edhe bota, edhe njerëzit nga gjithë bota të na nderojnë, edhe Zoti të na ndihmon, që edhe ju, edhe ne ta gjejmë paqen në trupin tonë dhe ta reflektojmë që paqja dhe mirësia kudo në botë ndaj. Ju falenderoj në mirëkuptim, ju presim për bashkëpunim.